një libër apo stafat. Tjetri dele poshtro familjet muslimane. Pra si ka mundësi thot që i merr një fëmijë në xhami. Pra me të vërtetë i kanë mund disa ligje ata që jetojnë aty në Evropë. Apo ku do qofshin perëndim po i themi dhe ne ju duam në bashkësitë tonë që normalisht ata s'na duan hiç sepse ata duan i moral, rrugash. Kur e morën vesh ato nga Italia atje që u hap kjo pederastia këtu në Shqipëri, 92 me vrap erdhën ato këtu. Me vrap erdhën. Ne shkuam atje, po shkuam me lopat. Për të punu, ata me vrap erdhën këtu. Jo hapën dyrë për imoralitet, për poshtërsi. Edhe bashkë me mundë, duhet me pas shumë kujdes. Sepse thrasin ke çdo gjë e keqe. Vëllai më po thënë i mirë vjetë mas shifshim në Evropë. Jo në Evropë, pas në Amerikë, as kudo. I mirë vjetë. Pse ata kanë hyrë, që kanë hyrë, janë të i vujtë pasojë. Pra nëse atje të zhvishësh në çdo lloj morali që keni, mos njohësh familje. Dhe me thonë nësa për më thonë të shetë, ke morali këtyre qafirëve, që në thonë ne, do t'ju fosim t'i burë, do t'ju fosim. Inshallah, sa ma lërgë atyre. Po ka ma shumë bukur, ka shumë lek, asi lek, ja. Ate ka vetëm maskara lek. Të shti mendoni ju, a keni bashkëshorë të jo të që i ka? Shkoj të rejtë me i klub në anë, sa të dojtë. 2 ditë, 3 ditë, 3 ditë, mas me në lurë shkoj i burë tjetër. Apo burë i kërë tjetër. Ska problem, krejtë nërmajle. Për që barë familje dyre. Pra unë nuk jam as matë lojë, as matë. Unë jam matë, që thotë Allahu Gjellera. Lekat khalakne l'insane fi ahseni takrim. Ne me vërtetë, e kemi kriju njeriun të mirë, në shkallën më të lartë, përsosur. Po jam shkallën e se s'do t'i ofendoj kafshët. Se janë shumë manat se vi grupë. Shumë manat. Po të shikoni bashkësinë e kafshët, se si e rujnë familjen, do të habitin. Po me pa me vëmendje. Unë i kam për shpëri aty, edhe habitin, ullet, gjellet, me pa që ditë. Qardoja dhe në të kopeja vetë që padën, hajde të shkuar, s'ka problem dhe një javë dhe vrejë tjetër. S'ke pse e në lotë të që ka këto më zemër. Ado, pse i qoni fëmijë në xhami? Por vlezë, vallaj, Zoti kur nuk ka për t'i aprovua dhe që thonë ato. Se me të vërtetë është shkatërim total. Pra i prind që e merë fëmijë me vete, ku do që shkuj? Ku do që shkuj? Edhe punë më të vishë, të dytë të mash. Nësa në rejtë për shemë, 5-6 vjeç, aty ke puna jote. S'ka tjetër variant për punu mu, ke puna jote me aty. Ku do që shkush? Në trekë, në pazar, në xhami. Ku ka ma mirë se të mash të e të bëjsh fëmijën të atë vete. Mas të mori ty me prunë xhami, ti mori në ta. E ku i qojnë ata? Ate ku si dihet mu adresa fëmijë. Ate i qërë më. Edukata atyre të më. Shkolla atyre, a i fëmijë nuk të duhet ma. Se zhlet as për familje, as për shoqni, as për punë, as për mikë, as për shëqë. Pra, kush da edukoj atë fëmijë? Kush të da marrë atë fëmijë? Nëse nuk e mërë a i prindi vetë me prunë për xhamia. Pa, koma nuk e ka një denë se qka më për xhamia, vëllaj. I pjesë e ti, në fakt, po, a thonë mos për në dalin dorë, shtonë. Por, besimtarët, duhet të kenë shumë kujdes. Veçanërisht ata që kanë familje. Duhet bëjnë diçka, ka që kësaj valet madhe që është kundra besimtarëve. Bëjnë diçka kundër këtyre vlerave të pa vlera që na i bijnë ne.
kur mos e mohoni vetën tuaj dhe vlerët që të ka dhënë Imam dhe Zot që ka dhënë. Ka dhënë imanin, besimin. Edhe ai që ka imanin, ka besimin, kur nuk bjen zero. Atë ka begu Zoti. Po dhe familjen me pas kujdes. Mos i leni të më thënë, le të prishit qefi pak. Kini bëj marrëveshje me fëmijë, me familjen, me gru, me burr, me motër, me gru, me vlla, me gjithë, të bëj marrëveshje. Do rrej bashkë, i kene një që të rregull. Do më të bënë prind, do më të bënë princer, do më të bënë princ, mi thënë djallë. Jo, shkore i natët e mi klub natë atje, bashkoj e gjithë bashkë atje. Edhe një djallë në ato djekë që i njohën, pas kamaroj më ato urën dhe. Por nuk e kishim shumë të largë të kështu dhe, i thash, sigur të kom pa me i foto, thash që kishim në vërë gjithë dhe. Kishë edhe i vajtë, thash këto. A e ke marrë për? I ka mërë qashë, qërë me marrë dhe. O e një herë për të përësër. Që jo, që te i ke fot krakun, unë thash se mërë mua dhe, me qenë unë. Pra ne, shko bani lidhit, të kom pa atë natë me të, ta të rashvesh. Ju bekohë zotit, thash e keni tërë me këtë natë. Por që është do shpet, thash e do të, nuk o gjash, se e prejka të me dorë. Sa e qëllët të rëndy të shë, të jetë vidi e rukë të të shë, që tjetër. I thohet i maj, po shiko se kom nuj vidi të. Pra, ti rujtë dhe gjonë, le ti kjetë hatri. Një kështë e marë gjyshën ati për atë mramin e fatorës, zote e bekohët e shodhë. Ka pas tjetër, s'ka pas mendër, nuk e di, po kejtë thonë dhe gjyshën kështë e marë. Edhe për i thonë nunë asaj gosë djallit, thash, kur të që t'kjerë këtë gjyshë, thash, do me unë ati, s'kjerë gjyshë të ti, po unë e gjyshë. Se gjyshi të më me kom to. Gjyshi të në themelje. Ne i vejmë themelje të uja. Ata në që t'ju ka me ju që ju hasin kom to, e në të të fëtëroj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kjo lloj thot mbështetje, në gjanë thot të thot kjo lloj njeriu, me atë gjeti thot që e merr rera, e keni parë ndimën, janë ca gjete që ngejnë që disi fëtëroj, thuka ka ardhë këto, po mund të qojë dërë 2 kilometra lejë.